Sa vite keni që operoni këtu? Tani, në këtë klinikën neve kemi që 2021. Më thonë tani jemi gati 4 vjetë, ose po e mbushëm vitin e 4 në këtë klinikë. Përpara kemi pasur një klinikë një çik më të vogël, po ashtu edhe në këtë qytetin ku qëndrojmë, ke 220 metra katror, me 5 dhoma, domethënë ku ne bënim terapitë, kurse këtu kemi 1000 metra katror sipërfaqe, edhe kemi 11 dhoma ku bëjmë terapi. Plus edhe pastaj palestrën edhe dhomë ku bëjnë edhe këto arabi, yoga, tjera. Që do na i tregosh. Po, patjetër. Sa vite keni që e praktikoni këtë profesion, të fizioterapistit? Atëherë, unë e kam mbaruar diplomimin në 2008, po ashtu edhe vllai. Domethënë, unë në 2008 në prill, vllai e ka mbaruar në nëntor, ka qenë zëmesin e dy. Që janë plot disa vjetë. Disa vite, domethënë që kemi në këtë profesion, në këtë fushë. Prerë kemi qenë orientuar më shumë fushës, domethënë ortopedike. Themi domethënë edhe mjekësia sportive. Kjo ka qenë prerë domethënë klienti i jonë. Që po fsheh. Margen nuk më surprizon shumë fakti që flet shumë mirë shqip. Sa kohë që jeton në Gjermani? Ose kur je larguar nga Shqipëria? Atëherë do të më thonë që i bjen se më qenë gjerman, sepse jetën, domethënë ne kemi ardhur në kohën e ambasadave, që 1990, domethënë ka qenë gusht mbullet më. Domethënë unë atëherë kam bërë vetëm kopshtin në Shqipëri, vllai ka qenë 13 muaj kur ka ardhur këtu në Gjermani. 13 muaj. Sa vjeç ke qenë ti? Unë 6.